tek ju, cila ka qenë historia juaj, ju i involvuar më herët në lëvizjen, natyrisht edhe në pjesën ilegale, të nisha, si ju gjeti juve dhe si ju involvuat në këtë pjesë të demonstratës. Si e kujtoni 11 marsin e 24 viteve më herët? Të rlidhna paka shumë e parafolsit, duket që e përkufizoj shumë mirë zotëria Nuzi, që kjo ka qenë një organizim autentik i njerëzve të këtij vendi që në ballafaqun për ditëshmëri me mos zhvillim, me nevojat për zhvillim, me nevojat për afirmim, me nevojat për barazi, me nevojat për lëvizje ato tjeshme, vetë kjo dilema me Shqipëria, me Jugosllavi tregon pozitën e vështirë të popullit shqiptar që me vendin am, kjo është një absurditet në ditën e sotme që me vendin am mos me pas marrëdhënie, raporte, po edhe lëvizje të lirë. Unë flas për pjesën time. Gjithatë shumë kusht thot nga 74 nga kushtetuta, Kosova dhe në kuadër të Jugosllavisë e ka gëzuar atë periudhën e lulëzimit. Shumë kush e thot këtë, nuk e di sa qëndron se kam jetuar atë, por ju gjithë e keni jetuar. Tani ajo u ndërprej në atë moment kur ndodhen demonstratat. Ky kontekst, si është sipas interpretimit? Kjo ndërlidhet shumë mirë me njëra tjetër.